Përshëndetje miq, paqe qoftë me ju. Sot do të flasim për romanin e ri të Ben Blushit të titulluar Jam Musliman. Një vepër që ka zgjuar debat në opinionin publik, veçanërisht për mënyrën se si portretizon fen islame, profetin Muhammed, paqe qoftë mbi të, gratë muslimane dhe shoqëritë ku jetojnë muslimanët. Në këtë video do të bëj një analizë fetare, letrare dhe po kështu edhe logjike të këtij romani. Sipas përfundimeve të mia natyrisht. Qëllimi im nuk është polemika, por qartësimi i së vërtetës, sepse publikimi i një romani që trajton një fe me 1.8 miliard ndjekës kërkon përgjegjësi. Jo vetëm kaq, por kërkon saktësi dhe ndershmëri intelektuale. Personazhet në roman janë, ne shikojmë stereotipa dhe jo muslimanë të zakonshëm. Këta stereotipa a ekzistojnë? Po, fatkeqësisht. Por romani i përdor ato jo për të sjellë një vepër letrare, por për të sjellë, po i quaj, një pamflet ideologjik anti-islam. Ironia në letërsi kritikon fenomene shoqërore duke ruajtur lidhje me realitetin, kurse tek Blushi, tek ky roman, ironia bëhet shpesh deformim i qëllimshëm ose jo, ose të dyja bashk i pasakt i historisë, i fesë, gjë që i ul vlerën letrare. Sidoqoftë, dua të bëj një analizë edhe fetare, sepse romani mbi stereotipat e tij ndërton një islam siç e ka kuptuar ai, dhe që duhet hedhur poshtë, sepse është kundër burimeve të islamit, është kundër vetë profetit Muhammed, paqe qoftë mbi të. Autori sjell thënien për moshën 9 vjeçare të Hazrat Aishës, pra gruas së profetit Muhammed, duke e paraqitur si fakt absolut, dhe mbi këtë ndërton personazhin e tij pastaj Alibabën edhe vazhdon. Ndërkohë ekzistojnë shumë burime historike që japin mosha nga 12 deri 19 vjeç të Hazrat Aishës. Hadithi që jep moshën 9 vjeç nuk është i vetmi burim. Mbi zgjedhjen e qëllimshme të variantit më sensional, autori kështu hap rrugë për ta krijuar personazhin e tij Alibaba dhe pastaj martesën e tij me një vajzë jemenase 12 vjeçe. Kur ke shumë burime që tregojnë moshë të ndryshme të Hazrat Aishës në kohën e martesës së saj me profetin alayhis salam, pse duhet të insistosh të besosh pikërisht burimin që tregon moshën më të vogël? Pse jo atë që tregon moshën më të madhe? Kjo edhe për faktin se Hazrat Aisha jetoi gjatë edhe pas vdekjes së profetit. Dhe ajo ka lënë pas qindra thënie, këshilla dhe vepra për muslimanët. Ajo asnjëherë të vetme nuk u ankua për martesën e saj me profetin alayhis salam. Jo. Përkundrazi, sipas saj, krenaria e saj më e madhe në jetë ka qenë pikërisht jeta bashkëshortore me profetin, paqja qoftë mbi të. Mund ta kuptoni këtë temë edhe me një shembull tjetër. Në The Catholic Encyclopedia përmendet që Shën Maria ishte 12 ose 14 vjeçe kur u martua me Jozefin, kurse Jozefi në atë kohë ishte 90 vjeç. Shumë burime të tjera theksojnë se ka qenë me të vërtetë dallim shumë i madh midis moshave të këtyre dyve. Por ka edhe burime që pohojnë që Jozefi ka qenë afër 30-ave. Tani, për sa kohë që nuk raportohet ndonjë incident i pakëndshëm në historinë e të dyve në lidhje me martesën, keqtrajtimin e të tjera, përkundrazi, Jozefi tregohet mjaft i dëmshur ndaj Marijes. Pse nuk duhet ta besojmë versionin që flet për moshën më të përshtatshme? Por
autorit i duhet varianti, si që thash, më sensional. Ndoshta, jo nga padituria, por sepse i shërben fabulës. Autori përpiqet të bindë lexuesin se Islami mbështet mbi mungesën e dashurisë, thot ai, dhe se burrat musliman mëshirohen, ndërsa gratë muslimane ndëshkohen. Edhe kjo bie ndesh me mësimet e profetit a.s. me shembujt praktik të jetës së tij që ai ka lënë pas. Normat etike të Islamit. Një ndër mësimet më të famshme të profetit a.s. është pikërisht për sjellje me dashuri ndaj gruas, ndaj nënës, ndaj vajzës. Tha, më i miri ndër ju është ai që është më i miri ndaj gruas së tij. Dhe për nënën tha, xheneti ose parajsa gjendet nën këmbët e nënës. Për vajzat tha, ai baba që ka 2 vajza dhe që i rrit dhe i edukon është në xhenet. Në hutbën e lamtumirës, ai la vetëm disa porosi, edhe njëra prej atyre ishte pikërisht për mirësjelljen ndaj grave. Ky është modeli i Islamit. Kurse problemet që shohim sot në disa shoqëri të ashtu quajtura muslimane, nuk burojnë nga Islami, por nga zakonet, nga politika, ose keq interpretime të dietarëve. Ju jap vetëm një shembull. Shumë vende islamike akoma e kanë si ligj që gruaja pa një mashkull të shtëpisë nuk udhëton dot vetëm. Dhe për këtë bazohen tek një thënie e profetit Muhammed. Paqja qoftë mbi ta. Kalifi aktual i Xhamatit Musliman Ahmedia e shpjegon se kjo thënie, pra thënia që i referohet kësaj që gruaja duhet të udhëtojë me një mashkull tjetër, ka qenë në raste të caktuara ku nuk ishte siguri. Përndryshe, vetë profeti bëri profecinë se do të vijë një kohë kur një grua e vetme do të udhëtojë nga Hira, pra që ndodhet në Irakun e sotëm, dhe do të vijë për ta vizituar Qaben dhe ajo do të jetë e qetë. Kjo distancë sot me makinë mund të jetë rreth 2000 kilometra. Kjo ngjarje që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur. Me këtë nxjerrim përfundimin se ai kufizimi i profetit për udhëtimin e gruas ka qenë vetëm në raste specifike për t'i siguruar mbrojtje pikërisht gruas. Vim edhe tek një temë tjetër, për fotografinë. Autori thekson se në Islam nuk u lejuaka. Edhe kjo fatkeqësisht është keq interpretimi i disa njerëzve, i disa fanatikëve. Fotografia patjetër që lejohet në Islam. Fotografia për adhurim nuk lejohet. Madje edhe piktura lejohet. Po, piktura për adhurim nuk lejohet. Pra, edhe porosia për të mos bërë foto ose piktur ka qenë në kontekst të caktuar. Që më vonë, disa njerëz i lexuan me një pikpamje shumë të ngushtë. Edhe sot ne shikojmë pikërisht stereotipa të atill që ndalojnë një gjë të tillë, pra ndalojnë edhe fotografinë. Autori përshkruan se Islami të vrit ka nëse përdor mendjen. Përkundrazi, Kurani i shenjtë vazhdimisht u bën thirrje lexuesve që të mendojnë, të meditojnë, të reflektojnë, të argumentojnë. Por edhe këtu është tjetër gjë që vendet islamike nuk e kanë zbatuar këtë porosi. Por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Nga shekulli i 8 deri në shekullin e 13, muslimanët kanë qenë pionir në shkencë. Pra, në matematikë, në astronomi, në mjekësi, në inxhinieri, muslimanët kanë qenë të parët në botë. Sot që jemi në kohën e inteligjencës artificiale, e gjithë baza e AI-s ndërtohet mbi algoritmet. Dhe historikisht, termi algoritëm vjen nga forma e latinizuar e emrit të shkencëtarit të famshëm musliman, Al-Khawarizmi. Për shkak të metodave të tij aritmetike që ai ka njohur. Me qëra fjala, Ben Blushi në këtë roman nëpërmjet personazheve të tij shpreh mllëfin e tij edhe për parashtesën al të arabishtes, duke u referuar emrit Albania.
dhe faqet e tëra nxin duke trajtuar këtë temë. Por ja që edhe baza e inteligjencës artificiale, pra algoritmi, qenë ka me parashtesën al, dhe në këtë rast, me të vërtet arabe, autori tregohet shumë i cekët, duke paraqitur një pjesë të muslimanëve të sotëm si figurë dhe duke njollosur islamin në tërësi. Në fakt, kjo situatë ku ndodhen sot muslimanët, që janë bërë kaq mendje ngushtë, kaq larg argumentit kanë shkuar, ishte e parashikuar nga vetë profeti Muhammed alayhis salam. Sot një shkencëtar musliman, vetëm një shkencëtar fiton çmimin Nobel në fizik, Dr. Abdussalami. Dhe edhe atë e dëbojnë vetëm për shkak të bindjeve të tij fetare. Pra në Pakistan, ju mund ta shikoni në videon time për që kam bërë për këtë. Por unë dua t'i sqaroj lexuesin e Ben Blushit që për fen islame lexo vetë Kuranin e shenjtë. Nëse nuk di arabisht, lexoni këtë përkthim ku janë hedhur poshtë edhe ato kritika që sjell Ben Blushi në romanin e tij, natyrisht në ajetet përkatëse përmenden ato kritika. Autori pastaj e përshkruan islamin kundër Shqipërisë, kundër figurave kombëtare të saj dhe vazhdon një listë të gjatë. Edhe këtu qëndron mungesë njohje nga autori. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë, "Dhe dashuria është pjesë e besimit." Nëse futesh në xhamin e Xhamatit Musliman Ahmedia, mu te porta gjen një baner me këtë thënie të bukur të profetit. Pra, dhe dashuria është pjesë e besimit. Njëherë dikush e pyeti profetin për fanatizëm ndaj popullit, ndaj fisit. Ju e dini që koncepti i kombeve ka ardhur shumë vonë. Më përpara, sidomos në vendet ku është sot Arabia, njerëzit jetonin në fise. Fisi ishte atë dheu dhe momdheu i tyre. Kështu, dikush e pyeti profetin, a nuk lejohet ta doj fisin e tij? Dhe profeti ju përgjigj, patjetër që po, por tha, nuk lejohet ta mbështesësh fisin kur fisi ju bën padrejtësi. Islami pra do dhe dashurinë të pastër, por jo urrejtje për të tjerët. Edhe ndërimi i figurave kombëtare është pjesë e dhe dashurisë. Pastaj autori qëndron tek një tjetër temë, pra ngjarja e Mirajit. Pra udhëtimi i profetit brenda një nate të vetme nga Meka në Jerusalem, pastaj deri në qiellin e 7 e më pas edhe kthimi. Shumica e muslimanëve ose një pjesë e madhe e muslimanëve e marrin këtë ngjarje fizikisht, por Xhamati Musliman Ahmedia në dritën e Kuranit e shpjegon këtë udhëtim si një ngjarje të natyrës shpirtërore, një vizion, një revelacion. Kurani i shenjtë duke e përshkruar këtë ngjarje që në fillim, thot pra në suren e Nejm, zemra nuk gënjeu atë që pa. Zemra sheh shpirtin, jo fizikun. Muslimanët e sotëm kanë merak se mos ndoshta ulet vlera e kësaj ngjarje nëse beson të jetë fizike. Por nuk e kuptojnë që i gjithë Kurani është zbritur me përjetime shpirtërore. Shpallje, vizione, frymëzim pra wahyi, keshf, ilham, të gjitha këto janë përjetime shpirtërore dhe nëpërmjet këtyre përjetime shpirtërore sot kemi Kuranin e shenjtë. Por mund të flasim më vonë për këtë temë në ndonjë video tjetër, inshallah. Pastaj autori përmend edhe ndëshkimin me vrasje të blasfemuesit, pra të atyre që e shajnë fen islam, duke ju referuar karikaturave të bëra për profetin Muhammed në Danimark apo në Francë, nuk po më kujtohet, por edhe kjo nuk është fare mësimi i islamit. Mësimi i islamit ndaj blasfemis nuk është dhunë, por durim. Kurani i shenjtë, ja po ju citoj një ajet të Kuranit, thot shumë qartë, thot ju patjetër do të sprovoheni me pasuritë tuaja dhe me jetën tuaj dhe do të dëgjoni shumë fjalë therrëse nga ata të cilëve u është dhënë libri para jush dhe nga ata që janë idhujtar. Po duruat dhe patët druajtje ndaj Zotit, kjo për një mend
do të jetë një prej veprave shumë të guximshme. Siç sot Ben Blushi shkruan fjalë therrse për Islamin, për profetin dhe për ne. Natyrisht, na ka lënduar shumë zemrën me këtë gjuhë fyese ndaj atij personi tek i cili qëndron jeta jonë shpirtërore. Por, siç thot themeluesi i xhamatit ton, që kjo ishte e parashikuar nga vetë Kurani, por ne do të durojmë dhe do të përhapim më shumë Islamin e vërtet, Islamin e dashurisë, të paqes, të durimit, të kurajos, si kundërpërgjigje ndaj Blushit dhe ndaj të gjithë atyre njerëzve të tjerë që ndajnë mendimin e tij. Asnjëherë nuk është mësimi i Kuranit që këtyre njerëzve të përgjigjesh me dhunë. Por fatkeqësisht, edhe për këtë rast ka model tërësisht të gabuar në emër të Islamit në disa vende islamike. Blasfemuesi në Pakistan ose në Afganistan dhe në vende të tjera, disa nga vende të tjera, vritet. Dhe sidomos në Pakistan, blasfemia është bërë një nga metodat më efektive për të vrarë kundërshtarin. Pra, sajon një ngjarje që kundërshtari yt ka bërë blasfemi, më pas atij vështirë t'i rregullohet jeta. Sidoqoftë, le të mos zgjatemi shumë me tema të tjera. Për sa i përket romanit të Ben Blushit, dua të them se karakteret e tij nuk janë personazhe, janë vegla propagandistike. Kjo e largon veprën nga letërsia serioze dhe e afron me, siç ju thash, një pamflet ideologjik. Satira e këtij romani është e njëanshme, nuk ndërton art, por përhapur rrethje. Autori nuk njeh vijë etike për personalitete islame ose për figura islame që nderohen nga miliona njerëz. Për mendimin tim, kjo nuk është guxim artistik, por mungesë e standardit moral. Ftoj autorin e këtij romani, gjithashtu edhe lexuesit e tij, ta studiojnë këtë përkthim të ri të Kuranit të Shenjtë, ku në shpjegimin e ajeteve përkatëse janë trajtuar të gjitha këto tema. Nëse jeni në Shqipëri, porositeni online nga kjo faqe do t'ju asjellin te adresa juaj. Ose mund të më shkruani në WhatsApp në numrin që shikoni në ekran. E lëm me kaq për romanin e Ben Blushit. Faleminderit për vëmendjen.